Përshëndetje. Unë jam Seri dhe dua t'ju uroj mirëseardhjen në këtë mini trajnim super praktik ku do të flasim për diçka që mund të ndryshojë mënyrën se si ti sheh të ardhurat online. Në këtë video do të zbulojmë dy strategjitë më të fuqishme me të cilat mira njerëz sot po ndërtojnë të ardhurat reale nga interneti, dhe ato janë affiliate marketing dhe produkte digjitale. Por para se të hyjmë në pjesën teknike, le të ndalemi pak tek arsyeja pse je këtu. Ndoshta ndihesh pak i lodhur nga rutina e përditshme, nga një punë që nuk të motivon më. Ndoshta ke ëndra më të mëdha, do të kesh më shumë liri, më shumë kohë për veten, për familjen apo për të udhëtuar. Ose ndoshta ke parë dikë në rrjetet sociale që ka filluar nga zero, pa ndonjë përvojë të madhe dhe sot po fiton të ardhurat totalisht online. Dhe mendon, pse mos t'jem dhe unë? Çfarë më mungon mua? Nëse ndihesh kështu, je në vendin e duhur. Ky trajnim nuk është për ata që duan pasuri të menjëhershme, por për njerëzit që janë gati të mësojnë diçka të re, që kanë një ëndër për më shumë dhe që duan ta bëjnë realitet. Dhe në këto minuta së bashku do të zbulojmë si funksionon në të vërtetë affiliate marketing, edhe nëse ti je fillestar i plot, çfarë janë produktet digjitale dhe pse janë një nga mënyrat më inteligjente për të ndërtuar të ardhura pasive, dhe më e rëndësishmja, si mund t'i përdorësh këto dy strategji bashk për të ndërtuar një sistem të qëndrueshëm të ardhurash online. Kështu që lëri pak anash përqendrimet, merr një fletore në dorë dhe përgatitu të mësosh si mund të ndërtosh një burim të ri të ardhurash me njohuritë dhe pasionet që ti ke. Le të fillojmë së bashku. Dy strategjitë më të fuqishme për të fituar para online. Ka dy mënyra kryesore që po ju ndryshojnë jetën shumë njerëzve dhe mund të jenë edhe për ty. Ato janë affiliate marketing dhe produktet digjitale apo digital products. Le t'i marrim me radhë që të kuptosh qartë se si funksionojnë dhe si mund t'i përdorësh edhe vetë. Së pari, çfarë është affiliate marketing? Affiliate marketing është një mënyrë fitimi online ku ti promovon produkte apo shërbime të kompanive të tjera dhe fiton një komision sa herë që dikush blen përmes linkut tënd. Nuk ke nevojë që të krijosh produktin apo të menaxhosh shitjet. Thjesht ndan diçka që ti beson ose rekomandon dhe shpërblehesh për çdo blerje që vjen nga ty. Pra, shkurt dhe thjesht, affiliate marketing do të thotë të promovosh produkte, shërbime apo programe që ti ose i njeh, ose i pëlqen ose i përdor, ose thjesht e shikon që janë trend, i gjen, i kërkon dhe i promovon. Ti fiton një komision sa herë që dikush blen atë produkt për shkak se ti e rekomandove. Për shembull, supozojmë se ti je në fushën e fitnessit dhe për çdo produkt që ti përdor, për shembull, mund të jetë një shishe ujë sportive, një suplement, një pajisje stërvitje apo një veshje sportive, shumica e kompanive kanë programe affiliate. Ti merr linkun tënd personal dhe në vend se të thuash njerëzve e bleva nga Nike apo e mora në Amazon apo e mora në Temu, që është më shumë trend së fundmi në Shqipëri, thjesht u tregon linkun tënd affiliate. Dhe në momentin që ata blejnë përmes atij linku, ti fiton një komision. Pjesa më e bukur, nuk ke nevojë që ta krijosh produktin, as të dërgosh porosit, vetëm ndan linkun tënd. Të flasim për strategjinë e dytë dhe ndoshta është edhe më e fuqishmja. Produktet digjitale janë forma moderne e krijimtarisë edhe dijes që mund të shiten online në mënyrë të vazhdueshme. Në vend që të ofrosh produkte fizike, ti e shndërron njohurinë që ke, përvojën apo idetë tua në një format digital. Pra mund të jenë ose kurse online, ose e-book, ose guida praktike, template apo trajnime. Dhe këto produkte krijohen një herë dhe mund të shiten pafundësisht. Kjo është fuqia e produkteve digjitale, një punë që ti e bën një herë, por që mund sjellë të ardhura vazhdimisht. Se këto të dyja strategjitë janë perfekte për të kombinuar. Affiliate marketing të lejon të fitosh duke promovuar produktet e të tjerëve, ndërsa produktet digjitale të lejojnë që ti të fitosh duke shitur diçka që e krijon vetë. Dhe kur i bashkon këto të dyja, këto dy botë, si të thuash, ke një sistem të plotë që mund të funksionojë për ty në çdo orar, edhe nëse ti nuk je online, nëse ti je në udhëtim apo je me familjen. Tashmë që e dim se çfarë është affiliate marketing dhe si funksionojnë produktet digjitale, ne duam versionin big të kësaj loje, sepse ti nuk je këtu për $2 apo për $5 komision që mund të marrësh nga një familjar. Ti ke mundësinë që ta luash lojën në një nivel më të madh, dhe kjo bëhet me disa mënyra. Së pari,
duke synuar një audiencë më të gjerë që ka nevojë reale për produktet që ti promovon. Së dyti, duke kombinuar më shumë programe affiliate, jo vetëm një produkt dhe as një kompani, por disa. Dhe së treti, duke ofruar produkte me komisione të larta, $50, $200 apo $500 për një produkt. Dhe kjo quhet high ticket affiliate marketing. Pra, nuk po flasim për pak klikime që sillin disa dollar, po flasim për fitime që ndryshojnë lojën. Për ta kuptuar më qartë, le të shikojmë disa shembuj konkret se si funksionojnë të dyja këto fusha. Le të shkojmë në Google dhe të shikojmë disa shembull real të faqeve që funksionojnë në këtë mënyrë. Për shembull, një faqe që promovon produktet affiliate, si funksionon? Gjem produkte të kompanive të ndryshme që mund të jenë në Amazon, në ShareASale, në PartnerStack. 80% e kompanive ofrojnë shërbime affiliate. Kështu që, pasi ne kemi bërë kërkimet dhe kemi gjetur produktet që duam të promovojmë, e shikojmë se si promovohen në rrjetet sociale. Për shembull, nëse klikojmë në linkun në bio që është vendosur këtu, pasi janë postuar foto, video të produkteve, mënyra përdorimi, para, pas, ide nga më të ndryshme se si funksionojnë, shkon në linkun në bio dhe shikon produktet që ti dëshiron, nga të cilat janë promovuar në faqet përkatëse. Klikojmë supozojmë njërin prej produkteve që është tërheqës dhe nëse ne e shikojmë si klient dhe duam ta blejmë, dhe me njëherë linku do të na çojë në faqen blerëse. Pra, nëse ky produkt na pëlqen, thjesht e përfundojmë blerjen këtu në këtë faqe. Në rastin konkret jemi në Amazon. E zgjedhim produktin, e shtojmë në kartë dhe e përfundojmë blerjen. Më pas, një rast tjetër që shikojmë këtu është shembulli i high ticket affiliate marketing, pra produkte me çmime të larta. Në këtë faqe është duke u promovuar një trajnim. Vlera e trajnimit është diku tek $2.000 dhe komisionet janë tek $800. Dhe vetëm sepse dikush vendosi që ta blej këtë produkt nëpërmjet faqes përkatëse dhe linkut të saj, atëherë kjo vajzë fiton komision dhe komisionet që tham janë goxha të larta, që të mjafton një shitje në muaj për të justifikuar gjithë punën që ke bërë gjatë gjithë muajit, pavarësisht se shitjet normalisht nuk janë vetëm një në muaj. Rasti tjetër është i produkteve digjitale. Shikojmë një faqe konkretisht se si funksionon. Siç e tham, nëse ti ke një njohuri në një fushë të caktuar, ke informacion, ekspertizë apo përvojë apo pasion për një fushë specifike, qoftë edhe përgatimin, çfarë bën e shndërron atë njohuri që ti ke në një produkt digjital. Më pas, mund ta promovosh në forma të ndryshme marketingu, por marrim konkretisht rastin e rrjeteve sociale. Në këtë faqe promovohen receta gatimi. Siç e shikojmë këtu, në këtë faqe përveç se shpjegohet receta para pas, shpjegon që recetat e saj janë me high protein, pra me proteina të larta që mund të jenë për rritjen e muskujve, për humbje peshe dhe të tjerë. Dhe çfarë ka bërë? Nëse shikojmë këtu në një postim, e klikojmë një karusel për shembull, i nxit njerëzit që të komentojnë një fjalë kyçe, pasi shpjegon veçoritë e produktit të saj. Pra, sapo komentojnë, i shkon mesazh automatik në DM-n e tyre. Dhe çfarë ndodh? E shikojmë se si funksionon kur klikon linkun në bio, ose në rastin e atyre që kanë komentuar, i njëjti link do t'ju shkojë në mesazhin e tyre, ata shikojnë produktet dhe veçoritë e produktit dhe vendosin që ta blejnë. Dhe procesin e blerjes e përfundojnë në mesazhet e tyre menjëherë, thjesht nga linku që i ka shkuar. Shikojmë 3 produkte të ndryshme që janë me çmime low ticket, pra $9, $27 dhe $37. Larmia e shitjeve dhe volumi i shitjeve bën që ti të kesh fitime goxha të larta. Kjo është logjika. Në high ticket, koha e blerjes është pak më e gjatë dhe dikujt i duhet më shumë kohë për të bindur për ta blerë produktin, por fitimet e tua janë më të larta dhe justifikojnë punën që ti ke bërë, ndërsa në low ticket ke më shumë mundësi për volum shitjesh. Pra, ky është edhe sistemi automatik i cili të ndihmon që ti të mos kesh nevojë të jesh online gjatë gjithë kohës. Mesazhi automatik bën që ty të japi lirinë të mos jesh online gjatë gjithë kohës dhe ndërkohë procesi i blerjes të kryhet në momentin që dikush e klikon. Rezultati i pabesueshëm i kësaj vajze është që një postim i vetëm kishte rreth 6.000 komente për një produkt që kushton vetëm $27 dhe ajo raportoi në Reddit të ardhura prej rreth $50.000. Çfarë tregon ky shembull? Që
produktet digjitale krijohen një herë, por mund të shiten pafundësisht. Strategjia e digital marketing, pra një kontent i mirë, aktivizimi i audiencës dhe mesazhet automatike, krijojnë shitje masive pa nevojën që ti të jesh në front të çdo transaksioni. Puna e krijimit të produktit është vetëm një hap. Pjesa tjetër është marketingu digital i mençur. Një produkt i mirë, një strategji e saktë dhe një audiencë motivuar baras fitime reale dhe të qëndrueshme. Tani që e kuptuam se çfarë janë dhe se si funksionojnë këto dy strategji, le të fokusohemi në hapat konkret që duhen për të nisur, edhe nëse je një fillestar i plot. Hapi i parë që duhet të bëjmë është të zgjedhim një nish ose një fush, pra thjesht një fush, ku ju do të përqendroheni për të ndihmuar njerëzit. Mund të jetë aty ku ju ndiheni konfident, duke mësuar apo duke ndarë njohuritë tuaja. Çfarë ti të kërkosh tek fusha jote, pra aty ku ti do përqendrohesh, apo si ta gjesh fushën tënde. Mund ta gjesh duke i bërë vetes disa pyetje. Së pari, për çfarë je ti i mirë ose i pasionuar? Për çfarë të kërkojnë ty njerëzit këshilla? Apo për çfarë mund të flisje ti gjatë gjithë kohës pa u lodhur? Nëse mund të përgjigjesh me përgjigje konkrete, atë nish ose atë fush mund ta shndërrosh në një produkt digital. Pra, ulu disa minuta, analizo, mendo se çfarë të pëlqen, çfarë ke pasion, çfarë njerëzit të pyesin më shpesh, pra edhe kështu është se si ti mund ta zbulosh se çfarë aftësish ke dhe për çfarë ti do të flisje gjithë ditën pa u lodhur. Kjo është mënyra më e shpejtë se si mund të kuptosh dhe të gjesh pasionet e tua apo aftësitë që ti ke. Cilat janë fushat ku kryesisht janë fokusuar krijuesit e produkteve digjitale? Janë cooking, pra gatimi, fotografia, kafshët shtëpiake, fitness, humbja peshës, parenting, pra prindërimi, eventet, shëndeti, peshkimi, spiritualiteti ose yoga, teknologjia, ka mundësi pafund. Për shembull, një vajzë në Los Angeles që jetonte në një vend bregdetar, vuri re një problem. Njerëzit kishin vështirësi ta mbanin frymën në ujë kur notonin. Dhe çfarë bëri? Krijoi një libër digital me titull Si të mbash frymën 3 minuta në ujë. Dhe si e bëri? E krijoi produktin një herë, e promovoi tek njerëzit që kishin interes për sportet ujore dhe përdori strategji të thjeshta si ato që pam më herët të digital marketing për ta shpërndarë. Arriti që të gjeneronte $1.000 vetëm nga ky produkt në një ditë të vetme. Mësimi që nxjerrim, çdo aftësi apo njohuri që mund ta ndihmojë dikë, mund të kthehet në një produkt digital dhe të monetizohet online. Nuk ke nevojë për një libër kompleks apo për miliona ndjekës, mjafton të gjesh një problem të qartë dhe të japësh një zgjidhje. Së dyti, zgjidh drejtimin, pra do të fokusohesh në affiliate apo në produkte digjitale. Pra dua të marr një produkt që tashmë është i krijuar dhe ta promovoj, apo dua të krijoj një produkt. Nëse zgjedh affiliate, supozojmë nuk do që të krijosh produktin as të merresh me dërgesat, mënyra më e thjeshtë për të nisur është kështu. Siç e tham, 86% e kompanive në botë kanë një program affiliate. Prandaj thjesht, shko në Google dhe shkruaj fushën që zgjodhe plus affiliate program dhe do të dalin kompani të ndryshme që e ofrojnë këtë shërbim. Pra, mund të zgjedhësh një platformë, mund të jetë ClickBank, ShareASale, Amazon dhe pafund kompani. Nëse zgjedh për shembull Amazon, regjistrohesh falas, zgjedh produktet që ti dëshiron të rekomandosh në fushën tënde, merr linkun tënd affiliate dhe e ndan në bion tënde në Instagram, në TikTok, në YouTube, në Pinterest, pafund mundësi. Dhe fillon të krijosh content me përshkrime videosh, produktesh, apo mund t'i marrësh fotot e gatshme që këto kompani kanë edhe të krijosh kontente të ndryshme. Nëse ti zgjedh të krijosh një produkt tëndin digital, si do ta bësh këtë? Pra, nëse ke një ide ose njohuri që mund t'i ndihmojë të tjerët, atëherë e krijon vetë produktin tënd. Mund të jetë një e-book, një planner, mund të jetë një guide, mund të jetë një libër gatimi, apo edhe një kurs online i shkurtër. Si e bën këtë? Konkretisht e bëjmë kështu. Shkojmë në canva.com dhe do të na hapet një faqe e tillë. Këtu tek templates do të shkruajmë një fjalë kyçe për atë që ne duam të krijojmë. Supozojmë një planner. Shkruajmë planner dhe do të na hapen template të gatshme, të ndryshme, të cilat ne kemi mundësi këtu që ti editojmë. Mund të jetë një cookbook. Shikojmë se sa shumë ide të pafundme që ka. Apo mund të jetë një libër për fëmijë.
Zgjedhim një ndër templatet që ne na pëlqen dhe më pas klikojmë mbi templatin dhe e editojmë. Kur klikojmë këtu tek Customize, tu kemi mundësi që gjithçka ta editojmë, që nga titulli, ndryshojmë shkrimin, ndryshojmë ngjyrat, mund të shtojmë ose të heqim element të ndryshëm, figura të ndryshme, mund të krijojmë edhe me AI, mjafton të t'i japim një prompt edhe mund të krijojmë edhe një kopertinë totalisht të re. Magic Media japim një prompt edhe na gjenerohet dhe një kopertinë sipas dëshirës që duam ne. Dhe pasi kemi shtuar njohuritë tona, kemi edituar librin sipas dëshirës tonë, mjafton të shkojmë tek share dhe ta shkarkojmë. Kur e bëjmë download, jemi gati që ne këtë format që krijuam ta përdorim për shitje. Dhe kështu kemi krijuar produktin e parë digital. Dhe hapi i tretë është automatizimi i sistemit. Pra, ta lejosh sistemin të punojë për ty. Tani që ti ke zgjedhur fushën, ku do fokusohesh, ke vendosur për produktin affiliate apo digital, vjen hapi që e kthen këtë në një makineri që punon për ty. Pra, ky është sekreti i suksesit në këtë epokë që ne po jetojmë. Është automatizimi. Është sistemi që bën shitjen, dërgon emailin, ndjek klientët dhe i kthen ndjekësit të blerës, pa qenë ti gjithkohës online. Ky sistem quhet funnel ose customer journey, pra rruga që dikush ndjek nga momenti që të sheh për herë të parë deri në momentin që e blen produktin. Këto janë disa nga mjetet që po ndihmojnë çdo krijues të automatizojë biznesin e tij. Së pari Make.com, e cila ndihmon për të lidhur aplikacionet mes njëri tjetrit, automatizon emailët, mesazhet dhe të tjerë. System.io ndërton funnels, faqe shitje dhe email marketing. ClickFunnels është një platformë për funnels profesionale. Aweber ConvertKit janë dy platforma që shërbejnë për ndërtimin e listave të emaileve dhe dërgim automatik mesazhesh. ManyChat gjithashtu është një platformë e cila dërgon mesazhe automatike në Instagram, Messenger apo dhe në WhatsApp. E veçanta e këtyre është që ti i vendos një herë dhe ata vazhdojnë të bëjnë punën për ty çdo ditë. Nëse ti po mendon, unë nuk mund ta bëj këtë sepse unë nuk kam ndjekës. Perfekt. Asnjë nga ata që janë sot të suksesshëm nuk e kanë nisur me audiencë. Të gjithë e kanë filluar nga zero, me zero email, zero shitje. Ndryshimi që kanë bërë, thjesht filluan dhe nuk u ndalën. Ajo që ndan të suksesshmit nga ata që nuk kanë sukses është vetëm një gjë. Ata filluan. Por nëse ti nuk ke kohë, nëse nuk e gjen kohën, do të thotë që nuk e do mjaftueshëm ndryshimin. Nuk ka rëndësi shpejtësia, rëndësi ka drejtimi që ti do ndjekësh. Nëse ti nuk ke aftësi teknologjike, nuk ka problem. Çdo gjë është lehtësisht e mësueshme në këtë kohë që ne po jetojmë. Por nëse nuk di se çfarë dua të shes, përdor mjetet e duhura për të bërë kërkime pra. Normalisht do kërkosh se çfarë funksionon në treg. Mund të përdorësh ndihmën e inteligjencës artificiale për të gjetur produkte fituese. Por edhe gjithashtu mund të eksperimentosh me produkte të vogla edhe falas për të parë reagimin e audiencës. Këto dy fusha për të cilat ne folëm, për kë nuk janë. Nëse ti po kërkon një skem pasurimi të shpejtë, atëherë kjo nuk është për ty. Mos u lodh të startosh. Nëse ti nuk je i gatshëm të investosh kohë, energji dhe përkushtim, nuk është për ty. Dhe nëse ke short term mindset, dua rezultate tani, dua sot, dua pa punë, suksesi yt do të ndikohet negativisht. Por mendësia afatgjatë do të thotë sukses. Nëse ti mendon si një krijues i qëndrueshëm, fillon nga zero, mëson si të përdorësh mjetet, ndërton produktin, ndërton ofertën, automatizon sistemin, atëherë rezultatet vijnë edhe rriten. Kjo është një nga thënjet që më shoqëron gjithmonë kur ndjehem e lodhur apo kur ndjehem pa motivim. What you are not changing, you are choosing. Pra, atë që nuk po e ndryshon, ti po e zgjedh. Çdo ditë që nuk po bën asgjë për dëshirat e tua, për ëndrat e tua, çdo minutë që ti e lë të shkojë pa vepruar, ti po e zgjedh, ti po bën një zgjedhje. Nuk po thua nuk mundem, por po thua po zgjedh të qëndroj këtu ku jam. Çdo justifikim, çdo dyshim, çdo nuk kam kohë, nuk di si, janë zgjedhje. Dhe zgjedhjet e tua sot do të formojnë realitetin tënd nesër. Kemi folur për suksesin online, për produkte digjitale, për affiliate marketing, për mendësinë e dur dhe për mënyrën si mund të nisni nga zero, duke krijuar një sistem që punon për ju. Dhe ndoshta tani po mendoni, e gjitha kjo tingëllon bukur, por si ta bëj konkretisht, ku të filloj, çfarë mjetesh të përdor? Nëse ti dëshiron të startosh, ke dy rrugë. Do të mësosh të bësh
kërkime në Google, do shikosh video në YouTube dhe patjetër që mund të fillosh që sot, madje që tani. Nëse do të zgjedhësh rrugën më të shkurtër dhe më të qartë, atëherë kemi krijuar një program të plot trajnimi, ku do të të udhëzojnë nga zero, nga një fillestar pa eksperiencë, në çdo hap që do të ndjekësh. Glow Up Academy. Ky program është krijuar për të marrë çdo hap që ne kemi diskutuar dhe ta transformojmë në një plan konkret, praktik dhe të aplikueshëm, që ju mund të filloni menjëherë, nga zero, njohuri, nga zero ndjekës, deri në rrugëtimin që ju çon drejt suksesit. Çfarë do të mësoni në këtë trajnim? Trajnimi përfshin mësimin e dy temave që ne shpjeguam më lart dhe gjithashtu përdorimin e AI, pra inteligjencës artificiale, dhe ndërtimin e një sistemi të automatizuar. Disa nga temat kyçe që do të mbulojmë janë llojet e affiliate marketing, pra si funksionon, si të zgjidhni programin e duhur dhe si të maksimizoni fitimin. Bazat e suksesit, mendësia e duhur, hapat e parë dhe si të mos ngecni. Organizimi, krijimi i emailit profesional, krijimi i Google Sheets, organizimi i produkteve, linkeve dhe fitimeve. Platformat që përfshihen janë Amazon, e cila ka miliona produkte në të, Digistore, e cila ka produkte digjitale dhe produkte high ticket me komisione që shkojnë deri në 80%, si dhe Partner Stack, e cila ka kryesisht programe dhe platforma dhe është bërë një kombinim i tillë i cili ju lejon që ju të keni mundësi zgjedhje të pafundme. Gjithashtu, metodat për të gjetur produktet fituese, teknika që funksionojnë në praktik, përdorimi i ChatGPT-s dhe AI-t për krijim përmbajtje, për ide, për blog, rrjetet sociale, AI dhe emrat për logo, pra si të krijoni identitetin tuaj online, Pinterest, business dhe skedulimi i postimeve, YouTube dhe editimi me AI, gjithashtu krijimi i blogut dhe website-it. Një website profesional totalisht me inteligjencë artificiale, gjithashtu automatizimi dhe skedulimi, përdorimi i ManyChat, Metricool, CapCut dhe platforma të ndryshme automatizimi dhe skedulimi që punojnë për ty. Gjithashtu janë të përfshira jo një, por plot 5 strategji marketingu, teknika që konvertojnë ndjekësit në klient. Dhe jo vetëm kaq, por do të përfitoni edhe bonuse që përfshin një plan marketingu i cili të çon nga zero deri në shitjen e parë brenda 30 ditëve, një listë me produkte fituese, e cila do t'ju ndihmojë që rruga juaj të jetë e qartë dhe të keni mundësi për të startuar menjëherë. Do të mësoni gjithashtu për produkte digjitale, nga krijimi, dizajni, Canva, publikimi në Kindle, e cila është një platformë ndërkombëtare me audiencë të gatshme, dhe gjithashtu do të mësoni si të gjeni pasionet tuaja dhe të ktheni në produkt digital, apo nëse mendoni se nuk keni, si të përdorni inteligjencën artificiale për të krijuar produkte digjitale të ndryshme për ju. Dhe bonuse të shumta. Në bonuse përfshihen një e-book me 100 ide për produkte digjitale, 10 produkte digjitale gati për rishitje ose për ripërdorim, si e-book dhe template, të cilat do t'ju ndihmojnë që ju të nisni menjëherë pa humbur kohë në krijim. Ajo që ju do të përfitoni nga Glow Up Academy, njohuri praktike, jo teori boshe, mjetet dhe strategjitë më të fuqishme të gatshme për t'u përdorur, sistem hap pas hapi që mund të nisni nga zero dhe të arrini deri në shitjen e parë, motivim dhe qartësi për t'ju ndihmuar të kaloni dyshimet dhe të filloni të veproni menjëherë. Glow Up Academy është një program i plot, me plot 37 module që përfshin video trajnimi, PDF me prompte të gatshme, template praktike dhe udhëzime hap pas hapi për të ndërtuar biznesin tuaj online nga zero. Normalisht vlera e këtij programi është 499 euro, sepse siç e shpjeguam, përfshin gjithçka, nga strategjitë që funksionojnë, automatizimi, inteligjenca artificiale, por mbi të gjitha suport i përhershëm nga unë për çdo pyetje apo sfidë që hasni gjatë rrugëtimit tuaj. Çmimi aktual i këtij trajnimi është 199 euro. Por për ju që jeni pjesë e këtij mini trajnimi dhe jeni gati të veproni, kam përgatitur një ofertë të veçantë, vetëm 149 euro për një periudhë të kufizuar. Mjafton të më shkruani fjalën trajnim në DM dhe do të merrni automatikisht kuponin e uljes për të përfituar këtë çmim special. Mos prisni momentin perfekt, momenti është tani. Çdo ditë që e shtyni është një ditë më larg nga qëllimet tuaja. Nëse ndjeni se jeni gati për më shumë, Glow Up Academy është hapi që do t'ju ndihmoj ta bëni këtë realitet.